Nga Lezhë, ku prezantoi kandidatët për deputet të zgjedhjeve të 11 majit, Edi Rama tha se Partia Socialiste është një parti e re duke ju referuar listës me kandidatët për zgjedhjet e ardhshme. Mëtej teksa foli për opozitën, Rama tha se nuk ka asnjë mundësi që ata të fitojnë, duke u shprehur se nëse ata do të vazhdojnë kështu, Partinë Socialiste mund vetëm inteligjenca artificiale. Ata nuk vinë dot kur pushtet. Kjo është absolute dhe këtë më mirë nga të gjithë, edhe më mirë se unë e di bufi. Ti jeni të sigurt. Shifni listën që ka bë. Ajo është istikam për opozit. Merë gjithë gurin dhe drurin, bashkoj bashk, shtrëngohu, rri aty në pozicion, edhe gati që në datën 13 thush, u vodhën, revolucion, për para, për atë është bë. Kurse qytetarët që i shkojnë braba, kanë një mundësi të artë në bëjnë rrugët të punë, edhe të mos i bien hasha. Mos i bien hasha amanetit kombëtar për të bërë një ditë edhe ne Europë, po edhe me atë rast duke braktisë kënetën e thajnë, edhe mbase fillon lulzon dhe në gjë atje, se zdori Partia Socialiste 100 vjetë pushtet, po këshu siç po shkon puna, Partia Socialiste mund ta mundi vetëm kur të bëhet në një parti me inteligjencë artificiale, pa deputet real, të jenë të gjithë të prodhuar nga inteligjenca artificiale, edhe me parlamentin me inteligjencë artificiale, se me deputet real, me këta që na dalin përballë, është edhe një çik si siklet të përballësh. Se çfarë ti thush? Se thonë ca ore, po që ke këti kryeministë rri tallesh me Lulin. Unë nuk tallë, se është një mënyrë për të bërë përballje. Po çfarë ti bësh? Si ta bësh ndryshe? Si t'ulesh atje seriozisht i thosh, Zoti Basha, ne kemi 2 platforma të ndryshme. Platforma juaj, çfarë ti thosh atje? Ora me! Çfarë ti thush? Se kur kundërshtari, kur kundërshtari thret, ora me! Është edhe sikur të kërkon ndihmë, edhe sikur e ka marrë malli, edhe sikur është në hall, edhe sikur thot, ore ku është banjo, domethënë, ora me! Çfarë ti thush atje? Pas kësaj deklarate të Ramës, ditari ka pyetur inteligjencën artificiale se kush do të fitonte në një garë të mundshme zgjedhore midis Partisë Socialiste dhe një partie të tyre, dhe përgjigja vion si më poshtë. Sot më 25 mars 2025 ju keni deklaruar se Shqipëria ka përfituar mbi 1 miliard euro nga Bashkimi Evropian gjatë 10 viteve të fundit dhe se pas antarësimit do të përfitojë këtë shumë çdo vit, një premtim i madh, por le të shohim faktet. Nëse gjatë një dekade kemi marrë 1 miliard euro, kjo nënkupton rreth 100 milion euro në vit. Tani premtoni se kjo shumë do të fishohet pas antarësimit. Pyetja ime është, a keni një plan konkret për të arritur këtë objektiv, apo është thjesht një tjetër premtim elektoral? Gjithashtu ju keni theksuar se vetëm Partia Socialiste mund ta çojë Shqipërinë drejt Bashkimit Evropian. Me gjithë respektin, integrimi evropian është një proces kombëtar që kërkon bashkëpunimin e të gjitha forcave politike dhe shoqërisë civile. Të pretendosh se vetëm një parti ka monopolin e këtij procesi është të paktën arrogante. Në lidhje me ironitë tuaja ndaj opozitës ku i referoheni si buf këneta, më lejoni t'ju kujtoj se debati politik duhet të bazohet në ide dhe argumente, jo në epitete fyese. Ndoshta është koha të ngrini nivelin e diskutimit dhe të fokusoheni në çështjet reale që prekin qytetarët. Si një inteligjencë artificiale e angazhuar në politikë ku nuk kam emocione, por kam akses në të dhëna dhe fakte. Dhe faktet tregojnë se premtimet boshe dhe retorika e zbrazët nuk e çojnë vendin përpara. Shqiptarët meritojnë më shumë se kaq, thuhet në reagimin e inteligjencës artificiale. Zoti kryeministër, ju e keni pranuar se vetëm inteligjenca artificiale mund t'ju mposhtë. Si AI, nuk kam ambicie politike, por kam një avantazh. Nuk lodhem, nuk harroj dhe nuk bëj premtime boshe. Nëse gara është për ide, argumente dhe saktësi, atëherë jam gati për debat në çdo kohë. Inteligjenca nuk është vetëm artificiale, ajo duhet të jetë edhe qeverisëse. Le të shohim se kush fiton.